Kushtet klimatike që kanë mbretëruar kohëve të fundit ka rritur rrezikun që të mbjellat bujqësore të infektohen nga viruse të ndryshme, të cilët më pas do të reflektoheshin jo vetëm në cilësinë e produktit, por edhe në sasi. Ekspertët e kësaj lëmie bëjnë në thirrje që bujqit të ndjekin me kujdes këtë situatë dhe të reagojnë në kohë kundrejt çdo paraqitje në këtë periudhë kritike për të mbjellat e tyre, sepse çdo lloj neglizhence rrezikon të përhap infeksione në tërë hapësirën e mbjellë. Ndryshimet e shpeshta klimatike të cilat e karakterizojnë motin së fundmi paraqesin periudhën më kritike kur të mbjellat bujqësore po kërcënohen nga viruset, infeksionet e ndryshme apo sëmundje të tjera të bimëve. Të gjitha këto nëse nuk trajtohen në mënyrë adekuate, pasojat mund të reflektohen tek fruti. Severi Fazliaj, diplomuar në Fakultetin e Bujqësisë, thotë se ajo që është shumë e rëndësishme të bëhet në këtë kohë është që situata të ndiqet me kujdes nga ana e vetbujqive, të cilët duhet të reagojnë në kohë kundrejt çdo paraqitjeje në këtë periudhë kritike të mbjellurave, sepse çdo lloj neglizhence rrezikon të përhap infeksionin në tërë hapësirën e mbjellur. Si një zgjidhje për të shmangur nga viruset e ndryshme, ai preferon spërkatjen me kohë me preparate adekuate, por ai nënvizon se edhe me këtë metodë nuk duhet tepruar sepse më pas mund të shfaqen pasojat tek të vjelurat. Ai paraqitet në fillim bakteriat. Mas paraqiten bakteriat vinë gabat pa një virozat. Paraqitja e bakterive shumë kollajn mund t'i zhdukim atë me strepikmen e parë, njerë shkojmë me fungicide kontakte, në baktericide, e në insekticide, pa qeter që t'i zhdukim insektet, e në larvat, si kanë jetu në kodë dimrit. Ma të që shkojmë me fungicide sistematike, e në me insekticide më të fort pak sistematike, ose peritoide. I thosim, e në ka sukses. Nuk besoj se çdo smundje se mundin të zhduk. Profesionalisht ai sqaron se me të vërejtur simptomet e para, bujqit duhet të dërgojnë shembuj për analiza në laboratorët përkatëse bujqësore, me qëllim që të vendose se me çfarë metode mbrojtëse do të vijohet. Në këtë formë jo vetëm që lokalizohet infeksioni, por edhe mundsohet zhvillimi normal për tërë të mbjellurat. Por meqense në regionin e Pollogut nuk ekziston një laborator i tillë, atëherë bujqit duhet të konsultohen me njerëz të profilizuar në lëmin e bujqësisë, të cilët posedojnë njohuri se në çfarë kohe me çfarë duhet intervenuar. Pollog nuk kemi ashtu bujqë si mund të finansojnë atë gjënë që kënë në laboratoria. Ata mund paraqiten kena, në dhe të tregojmë qish se në edhim si në qëfar kohë, qëfar smundje mund paraqitit. E në japim adekvat ilaç për atë. E në nuk s'kemi pasë një vit probleme. Fazlia potencon se të gjithë duhet pasur parasysh reagimin në kohë, sepse nëse nuk arrihet të zhduket problemi me anë të pesticideve përkatëse, zgjidhja e vetme mbetet intervenimi me pesticide të forta, të cilat ndryshe quhen edhe si shok terapi për bimën. Kjo është forma që vendos nëse bima do të ekzistojë apo do të zhduket. Sipas tij, pesticidet ndihmojnë prodhuesit bujqësor për të përmirësuar sasinë, cilësinë dhe shumëllojshmërinë e furnizimit ton me ushqim. Ato janë të dizajnuara për të ndaluar ose kufizuar shfaqjen e agjentëve të dëmshëm biologjik, ata luftojnë insektet, barërat e këqija dhe viruset e ndryshme. Qëllimi i përdorimit të pesticideve është aplikimi i tyre në sasi të caktuara, duke synuar kontrollin e ADB-ve që paraqiten në kulturat bujqësore, me qëllim që të bëhet i lehtë degradimi i këtyre komponentave në tokë, ajër apo ujë, pa e dëmtuar ambientin. Me këtë rast, gjithnjë duhet pasur parasysh që të mos teprohet me aplikimin e të njëjtave dhe gjithnjë bujqit të konsultohen me njerëz profesionistë.